Përshëndetje miq me përshëndetjen më të bukur. Tunë gjatë jeta motra e vlezër, shoqe e shok, kudo që përmeni frim në tokën e shtrirë si djepi. Një paraqitje në lidhje me Safe City dhe ikja nga e vërteta. Unë nuk jam paraqit një kohë gjatë, se nuk kam dëshirë të bëhemi tepërt, për shkak se e vërteta të krijon armiqësi të mëdha dhe të krijon gjëra pakëndshme që ndonjëherë do të ballafaqohesh me to dhe mund të bëhesh edhe ti pale të keqes në vetë mbrojtje, po du më thonë. Si do të qoftë, ata që më njohin e din se unë nuk kam vetur, nuk jam shofer, nuk drejtoj makinë, jam njeri shumë modest, pastor, kam dëshirë që bizotroj të njerëzit respekti, dashuria për njerëzoren, ndërgjegja e fort, mos mi bë dikujt diçka çka nuk i qef mu ta bë dikush ty, e kështu me radhë, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Pra, nëse unë e flas në lidhje me Safe City-n, nuk flas nga ndonjë pozicioni imi personal për inotit dikujt, ose të përkrohin një grup caktum politik, ose ta kundërshtoj një grup caktum tjetër politik. Vetë programimi i asoj që quhet Safe City është programim që vjen me teknologjinë e re dhe kanë marrë dhe shumë gjëra tjera që ne duhet mu adaptu. Mirë po në rastin ton, në rastin e Maqedonisë, nga jo që e shoh, janë përfshirë vetëm 3 qytete me sa di Shkupi, Tetova dhe Kumanova. Është votu në parlament me 81 votë dhe prej një shkurtit fillon Safe City. Ju e dini që unë kërkoj nga njerëzit që ta kënë të lidh ndërgjegjen e tyre me Zotin e tyre që i mbikëqyr, që me pas siguri ma shumë se cili për vetë vetën, por edhe për të tjerët. Kështu që para se me fol, me thonë se kjo mënyra aplikimit se ka ndodhë kështu, nuk e di, po nuk është në rregull të përfshihen vetëm 3 qytete, se ka dhe shumë gjëra tjera që kanë të ndodhë që nuk janë të mira. Unë i këmë thonë se unë përfaqësoj shqiptarët e Zurretit Ilirt, Miletit Skanderbeg. Ne jemi shumë pak në Maqedoni, nuk jemi shumë, as nuk bëjmë pjesë në jetën politike, për shkak se një pjesë e madhe që duhet me qenë me neve, ende jetojnë në hipnozën kolektive dhe janë në onën tjetër. Ju kisha apelu të gjithëve me këshirë me gjetë urën e komunikimit ndër vllazëror, ndër gjohësor, mos mi ka punë që janë përgjithshme të sigurisë me çështje partijake. Ky shtet, Maqedonia kështu siç është, preashtimi i Maqedonisë nga bordi i paqes të presidentit amerikan Donald Trump është një shenjë shumë e keqe. VMRO, DPMN e ka pushtetin solo, politikat i ka pothuaj se njëta që ka pas regjimi
i Miloševićit, nëse duan ta humbin këtë shtet, vëmëroja, mënyrë më të mirë. Nuk kanë zgjedhur për ta humbë këtë shtet, që humbi regjimi Miloševićit pushtetin gjithandej fund viteve të 90-ta. Këta që janë pro Safe City, është mirë me reflektu, më mirë me thonë, na kanë imponuar me votu dhe e kanë votu, e jo me tentu me tregu se grupacioni që në qeveri, se ati nuk është një grup në qeveri sot të Mickovski. Mickovski i ka mbledh disa grupe i ka mbledh ati. Janë edhe grupet e turkofilëve, janë edhe islamistët hanefizmit. Hanefizmi është struktura organizuar ma e forta në Maqedoni. Ato janë pushtet në brenda pushtetit, që të gjitha qytetet ku janë shqiptarët me dominancë i kanë varfënu dhe i kanë shkatru. Do më thonë, sistemi religios i sektit të hanefizmit që përfasohet përmes bashkisë islame i ka varfënu të gjitha qytetet ku ka shqiptar. Edhe fshatrat ku janë shqiptarët i ka varfënu. I kanë varfënu në palc, ato vështirë është me gjithë një mënyrë si më ju ndihmu. A dhe shisa realja, varfënia me e modhe është ku janë njerëzit që lafosin gjuhën teme, pavarësisht që ndjehen, se dikush ndjehet turk, dikush ndjehet musliman, dikush ndjehet shqiptar, si unë i Zurrejtit i Ilir Miletit Skenderbeg, po si do qoftë, varfënia me e modhe është në to zona, dhe persekutimet në xhepin financiar janë pikrisht të këto njerëzit, dhe ako zgjidhje prej kësaj. Zgjidhje nuk ka prej kësaj, po unë po du me dhoni lajmë sot, se kur dale ecin për Shkup nuk më dëgjoj mu as macedonisht, nuk më dëgjoj as shqip, më dëgjoj gjuhën turke. Pra duke ardhur qytetar nga Republika e Turqijës dhe nga statistikat e fundit 10.000 vetë kanë marrë leje qëndrimin në Maqedoni. Këto pas qytetarë tonë, vëmëroja po ban gabim shumë të madh me këtë koalicion që e ka bo dhe nuk po reflekton me gjithë urat lidhse me bashkëpunu në mënyrë parimore për demokracinë, lirinë dhe sigurinë, edhe me Shqipërinë, edhe me Kosovën, edhe me Bullgarinë, edhe me ndryshu kushtetutën, mi fut Bullgarë në kushtetut dhe me ecë përpara. To kam vendosur me shku në anën e kundërt. Dhe duke mendu këto që për i shtypin shqiptarët, unë e hapta zë ju thamë, tyre sot që janë të vëmëroja, edhe ato që janë konë deri dje të vëmëroja, po të LSD-ja, nëse ndodhë do një konflikt, nuk mund të ashit një konfliktin në Maqedoni në emën të shqiptarëve. Nuk mund të ashit një. Ne kina me pas konflikt, po konflikti ka me qenë mes Macedonëve dhe Turqve. Tash ki konflikt, nuk ka mu përhap kështu, po ka mu thonë konflikt shqiptaro-Macedon. S'ka konflikt shqiptaro-Macedon, por ka me pas konflikt mes atyre që shkojnë xhami dhe mes atyre që shkojnë kish. Dhe ne shqiptar që nuk shkojmë as në kish as xhami, s'kem kur gjo të bojmë me ta. Pra kanë mi u marrë në qafë, ju që doni me qenë të Zurrejtit i Ilir, Miletit Skenderbeg, e keni kohën e fundit me reflektu, mu distancu dhe mu largu nga këto politikat e egra, edhe të ati kryetarit, edhe të ati krye komunarit që ti ja ke dhënë votën. Ta pritën me ndodhë. Tjetra, apel të gjithë shqiptarve në Shqipëri. Mu një pjesë e madhe më qujnë imam i shqiptarve. Fjala imam më edini është e Shqipës, lajmëtar. La, tha, boni, rehi, në gjuhën e Koranit është nën. Lajmi i parë është lajmi i nonës. Zoti femrën e ka kriju fillim, po pastaj e ka kriju mashkullin. A e keni qorta jo? Kështu është në Koran. Në Bibël nuk është kështu. Në Bibël, te zanafilla është Ademin e vurin gjumë,
ja mor brinin dhe ja boni havën. Nuk ka emën havë në Kur'an. Apo më kuptoni? Po këto janë tema tjera. Kjo sa i përket, në lidhje me Safe City-n, kjo është vetëm një nisje për me shku ka e keqja. Tjetra. Në Davos ka qenë një takim. Sot ma ka ndërgu një link për këtë Zavendës kryeministrin në Macedoni, që e ka ndonë një plakat të Nanës Terez vetëm në gjuhën Macedone, slave. Unë nuk du të flasë, se unë kam diçka personale me atë Zavendës kryeministrin, Beki Msali, i cili ka marrë foton time dhe ka vëndu të Sorovia, duke e lidh Tim Shkupin me Sorovien, që Tim Shkupi s'ka kur far lidhe me Sorovien, po ai ka hungur forat, edhe duke e quajtur qëndrimin tem, se jam një njohës i mirë i librave të shenjtë dhe i Kuranit, dhe jam djekës i Kuranit, mund të më quani kuranist, këtë është në rregull, po jam shqiptar, ka qujtë sekt, unë jam sekt, ajo është i sektit Hanefi, që është i gisht i mbëll, i sektit Hanefi, Molla Shaqirit, edhe aj, në Davos e ka anashkalu gjuhën shqipe, që po thoj që është zyrtare, po a është 20%, a është kretu, nuk e di, se nuk jam të morë me politik, po kjo është e vërteta. Aj mu nuk unë përfaqëson, aj është turk. Aj është turk. Aj ka qenë minister në kohën e Zaevit. Ka qenë minister i shëndetësisë. Kohën e LSDM-s. Logikisht. Minister ka qenë. Iki LSDM-ja, tash është Zavendës kryeministër të Mickovski. Pra, nëse me shumicë rritët numri jonë, i Zorretit i Lirt, Miletit Skanderbeg, ne nuk marrmi pjesë asë në zgjedhje parlamentare. Ne shkojmë me federalizu Maqedoninë, po ne jemi pak, 3% sot. Zotë shto na numrin të rritemi ma shumë. Prandaj nuk keni nevojë mi shoh këto politikantë, çka ju vetë i keni zgjedh, keni mundësi mu distancu prej tyne, dhe më orë që të ku jemi ne. Më orë me të vërtetën, e ndërgjegjës tonde, me lidhë ti sinceritetin tanë me Zotin, dhe me largu varfrin. So, nuk e gjej një ajet në Kur'an, ju që shkoni në xhami, ju që ende shuheni që jeni musliman, po jeni rocë turku, një ajet nuk e ki në Kur'an se Zoti i do fukarat. Ku është fukarallëk i varfnia, është të këto zona që në lafos me shqip. Ju bëjmë shërbim shpionave të regjimit këtushit, dhe në fund që të shpiona të regjimit që janë, deshtë lësë dhe mëzë, krejt kanë mingur. Prandaj, në onën të rejsh, do të përfasojnë shqiptarët i Zorretit i Lirt, Miletit Skanderbeg, se unë e di që nuk e dojnë as slavisht fosit, nuk e dojnë as këto të Miletit Turk, elhamdulillah. Kjo është e vërteta. A nëse ju e një mirë, keni pasuri, keni rroga, jeni okay, këtë është në rregull, vazhdoni kënaqni. So, ne me grupin tonë ne jemi pak. As 3% si në Maqedoni. Ju përshëndes dhe ju du shumë.